E dëgjon fjalën hero çdo ditë. A mendon për atë që shitet në lajme? Apo për atë që fshihet brenda teje? Heroizmi shpesh keq përdoret, duke u bërë thjesht një zhurmë sociale. Delia Steinberg Guzman na kujton për rëndësinë reale të kësaj fjale. Nuk po flasim për vepra të mëdha të sakrificës që himnizohen nga poetët, por po flasim për diçka shumë më intime. Po flasim për heroin e përditshëm, ai heroizëm i heshtur, entuziast, inteligjent, që shfaqet në betejat e tua të zakonshme. E di cila është fitoria jote e vërtetë? Është thyrja e kufive brenda vetes tënde. Është zgjedhja e durimit ku do doje të reagoje. Ky libër ofron çelësat për të interpretuar më mirë veten. Është një shqyrtim i qartë filozofik i temave që të shqetësojnë sot. Libri Heroi i përditshmërisë ju pret ekstenda botime Akropoli i ri, në panairin e librit nga data 12 nëntor deri në datën 16 nëntor. Ju mirëpresim.